Syri thahet atëherë kur zemra thahet. I shohim njerëzit që binë në sejdë, mirë po nuk i shohim lotët e tyre. Sa herë ne i qajmë nga frika për Allahut Azza wa Jall. Nuk ka hise në Islam ai i cili nuk e fal namazin. Mjerë për mua nëse Allahu Azza wa Jall nuk mi fal gjunah. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala, ate falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se jeta e kësaj dunjaje ka probleme, ka telashe, ka brenga, ka dhimbje dhe ka lot. Në jetën e kësaj dunjaje, njeriu patjetër do t'i kalon të gjitha këto që u përmendën, patjetër që ndonjëherë do t'i pikon loti nga syri i tij. Njerëzit qajnë për arsye të ndryshme, ndërsa Ibn Qayyim el-Jauzi rahimahullah i përmendi dhe i numroi 10 arsye për të cilat njeriu qanë në jetën e kësaj dunjaje. Dikush qanë nga dhimbja, dikush qanë nga lëndimi, dikush qanë nga frika, dikush qanë nga pikëllimi, dikush qanë nga mallëngjimi, nga përmallimi, e dikush qanë nga syefaqësia, e dikush qanë nga se qajnë të tjerët dhe ai ndikohet, e dikush qanë për hir të Allahut Azza wa Jall. Shtrohet pyetja, kur në jetën tonë është pika e fundit e lotit për hir të Allahut Azza wa Jall? Kush është ai i cili qanë për hir të Allahut Azza wa Jall? Cila është ajo zemër? Ajo zemër është ajo e cila është e gjallë, ajo e cila ka frikë Allahun, ajo e cila ka dashuri ndaj Allahut, ajo e cila i përkujton dhe i mediton argumentet e Allahut Azza wa Jall, ndërsa ajo zemër e cila nuk qanë, ai lot i cili nuk rjedh, ajo zemër është e ngurtë, ajo zemër është e vrazhd, ajo zemër është e ashpër, ashtu siç tha Ibn Qayyimi rahimahullah, syri thahet atëherë kur zemra thahet. Syri nuk loton nga se zemra është ngurtësuar, por atë edhe nuk ndjen asgjë, ndërsa ajo zemër e cila është e butë, ajo zemër e cila është e mërshirshme, ajo zemër e cila është e gjallë, në te kanë ndikim fjalët e Allahut, në te kanë ndikim fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kështu ishin të parët tanë sahabët, kështu ishin pejgamberët e Allahut, për të cilët tha Allahu Azza wa Jall në Kur'an, idha tutla alejhim ayatur rahmani kharru sujjadan wa bukia. Kur lexohen fjalët e të mëshirshmit të Allahut Azza wa Jall, ata
bien në sejdë dhe ju rjedhin lotët. Tha Hasan Basriu, ne në këtë kohë i shohim njerëzit që bin në sejdë, mirë po nuk i shohim lotët e tyre. Kështu kanë qenë ata të cilët kanë pasur zemër të gjallë, të ndikuar nga argumentet e Allahut Azza wa Jall. Kështu ishin sahabët, kështu ishin shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që një ditë prej ditëve Ebu Bekri dhe Omeri radiallahu anhuma thanë, do të shkojmë që ta vizitojmë Hanin, të cilën e viziton të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Shkuan tek ajo plak, ajo e cila kishte vizita nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E vizituan atë Ebu Bekri dhe Omeri, dhe kur e vizituan atë e pan duke qajt, i rjedhen lotët asaj, thanë subhanallah, po pse po qanë ti që ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Ai sallallahu alaihi wasallam te Allahu e ka gjetë ma mirë se sa që e ka pas në dunja. Tha nuk qaj për atë, nga se unë e di që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te Allahu e ka gjetë ma mirë se sa që e ka pas në dunja. Mirë po qaj nga se është ndërpre wahyi, shpallja pre Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vdek, ma nuk zbresin ajetet, ma nuk zbret shpallja, nuk zbret wahyi pre Allahut Azza wa Jall. Andaj për këtë arsye jam duke qajt. Atëherë qajti Ebu Bekri dhe atëherë qajti Omeri. Edhe ne qajmë, edhe ne qajmë, mirë po për çfarë arsye? Sa herë në ngushtohet dunjaja, sa herë në randohet shpirti, sa herë ndoshta në rjedhin lotët për arsye të shumta të kësaj dunjaje, sa herë ndodh që të rjedh një pik loti për hir të Allahut Azza wa Jall, sa herë ndodh që ne të qajmë për vetveten ton, për shpirtin ton, për imanin ton, për gjunahet tona të shumta, për gjunahet tona të mdhaja, për kalimin e kufive të fesë Allahut Azza wa Jall. Sa herë ne qajmë nga frika për Allahut Azza wa Jall, sa herë ne përkujtojmë natën e varit dhe na rjedhin lotët, e përkujtojmë ahiretin dhe na rjedhin lotët, e përkujtojmë xhehenemin dhe na rjedhin lotët. Sa herë në jetën tonë ndodh një gjë e tillë. Subhanallah, Omer bin Khattabi radiallahu anhu, i cili u plagos nga dora e munafikut në namazin e sabahut, e tha fjalën e tij të madhe dhe të njohur, pasi erdhi në vete, tha: a e falën njerëzit namazin? A e falën xhamati namazin? Po e falën. Tha: nuk ka hise në Islam ai i cili nuk e fal namazin. U shtri për tokë, e mori djali i tij, e vendoi në prehër. Omer bin Khattabi radiallahu anhu tha: o djali im, vendoje fytyrën time në tokë. Subhanallah, Omer bin Khattabi i përgëzuar me xhennet, Omer bin Khattabi prej njerëzve më të afërt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Omer bin Khattabi i cili në Mekë ishte krau i fuqishëm që ndihmoi thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me gjithat sakrificë, me gjithat përgëzim, në momentet e fundit lëshoje fytyrën time në tokë. Tha Abdullahu: o baba im, sikur në tokë, sikur në prerin tim është njëjtë. Tha: lëshoje fytyrën time në tokë në dhe. I plagosur, i pluhrosur, tha pastaj: mjerë për mua nëse Allahu Azza wa Jall nuk mi fal gjunahet. Subhanallah, këta janë ata njerëz të cilët kanë jetuar me imanin e tyre, kanë funksionuar edhe ndjenjat në nështrimin dhe në pajtimin e fjalës Allahut dhe fjalës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtyre zemrave ju kanë rjedhur lotët. Andaj gjithashtu Uthmani radiallahu anhu, i cili kur përmendej vari i rjedhnin lotët, qante shumë, e kur përmendej xheneti dhe xhehenemi qante më pak. I than: o Uthman, por çfarë arsye kur përmendet vari ti qan aq shumë? Tha Uthmani radiallahu anhu: aty është fillimi,
Nëse në varë do t'jetë mirë, pastaj do t'vazhdon mirë. Nëse në varë do t'fillon keq, pastaj do t'jetë edhe ma keq. Qante Omeri, qante Othmani, qajti Abdurrahman bin Aufi radiallahu anhu, të cilit i asollën ushqimin para vetes. Kur e pa ushqimin, kur i pa gjitha ato të mira, i rjedhën lotët. Tha, vdiq Musab bin Omeri, i cili ka qenë maj mirë se une. Nuk kemi pas qefin të plot që ta qefinosim. I ambulonin kokën, ju zbulonin kambët. I ambulonin kambët, ju zbulon të koka. Tha gjithashtu vdiq Hamza radiallahu anhu, ka qenë maj mirë se une. Nuk kemi pas qefin të plot që ta qefinosim. Ndërsa une, ndërsa ne, tha ndoshta na janë shpejtuar të mirat Allahut në dunja. Allahu na i ka dhënë gjithat mirat. Ndoshta do të na mangësojnë dhe ndoshta do të na mungojnë të mirat. Në ditën e gjykimit i rjedhën lotët Abdurrahman bin Aufit. Këta njerëz të cilët në çdo aspekt, në çdo rast, në çdo gjendje e kanë përkujtuar fjalën e Allahut, fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë pas frikë nga Allahu azza wa jall, e kanë përkujtuar ahiretin, e kanë përkujtuar xhenetin. Gjithashtu Fudale, një ditë prej ditëve, ishte duke qajt, e pa njerëzit dhe i ban pyetje bashortes së tij, than, pse po qan? Çka i ka ndodh? Tha bashortja, po thot që udhtimi është shumë i gjatë, është duke u bë gati për një udhtim. Udhtimi është shumë i gjatë, ama përgatitjet i ka pak. Subhanallah. Udhtimi është shumë i gjatë, por ku është udhtimi jon? Udhtimi jon është për në ahiret, për në xhennet apo për në xhehenem. Përgatitjet janë pak. Shikoje ti sot veten sa je përgatit për këtë udhtim të gjatë. Kjo përgatitje, a do të çon deri në xhennet apo do të çon deri në xhehenem? Andaj besimtari çon, e loti i tij është shumë i shtrenjtë, loti i tij vlen shumë te Allahu azza wa jall në ditën e gjykimit. Nga ata të cilët do të jenë në hije, në atë ditë që nuk ka hije, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun dhakara Allah khalian fafadat ayna. Ai i cili e përkujton Allahun në vetmi, i rjedhin lotët. Gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dysi nuk do t'i godet zjarri i xhehenemit. Ai si i cili loton për hir të Allahut dhe ai si i cili ruan natën për hir të Allahut azza wa jall. Gjithashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk do të hyjë në xhehenem ai i cili qan për hir të Allahut, aq sa mund të hyjë qumshti i cili është mjelur të kthehet edhe një herë në vendin e tij. Ai i cili për hir të Allahut, një pik loti i tij do të vlen shumë të Allahu azza wa jall në ditën e gjykimit. Na lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na zbut zemrat tona, Allahu të na bën prej atyre që e përkujtojmë Allahun, e përkujtojmë ditën e gjykimit, i përkujtojmë gabimet tona, na rjedhin lotët për gjendjen tonë, për imanin tonë. E lutim Allahun azza wa jall, musliman kudo që janë, Allahu t'i ndihmon. Gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lutim Allahun azza wa jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në xhennetin e tij të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.